Aksionin e nisën në orët e para të mëngjesit në Malishev. E urdhri erdhi nga Prokuroria Themelore e Gjakovës. Këta të fundit, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, të mërkurën cak kishin persona që dyshohet se manipuluan me vota në Malishev. Në prangat e policisë përfunduan plot 58 persona. 15 prej tyre ishin kryesues dhe 43 komisioner. Të gjithë këta u transportuan për intervistim këtu në stacionin policor në Gjakov, se intervistimi kishte të bënte me dyshimet për manipulime me votat e 28 dhjetorit e bën të ditur avokatët mbrojtës. Klienti është në cilësi të anëtarit të komisionit, do të thotë deklarata ati ka të bëjë me funksionin që ka pas gjatë procesit të numërimit të rezultateve, mirë po megjithatë informata më të hollësishme në këtë fazë të hetimit nuk mund të ofrohen. E në orën 15 para gazetarëve doli vetë kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjakove Nizgashi. Ky fundit bëri të ditur numrin e komisionerëve, të cilët u ndaluan për 48 orë. Në aksionin e sotëm, nga 18 kryesues dhe 50 komisioner janë intervistuar gjithsej 15 kryesues dhe 43 komisioner. 15 kryesues aktualisht janë të ndaluar për 48 orë dhe brenda fatit ligjor prokuroria do të vendos në lidhje me masën e sigurisë. Po ashtu, për 43 komisionerë të tjerë jemi duke në vlerësim e sipër në lidhje me ndonjë masë eventuale. E Gashi tha se deri tani janë mbi 17.000 vota të manipuluara. E koordinatoria nacionale për zgjedhje prokuroria Laura Pula nga Gjakova tha se asnjë individ nuk qëndron mbi ligjin. Integriteti i procesit zgjedhor është i panegociueshëm për të tërë. Të pranishëm në këtë konferencë për media ishin edhe nga Policia e Kosovës.